Me mua këtu në studio është Ekrem Miftari, ndihmës drejtor në Shkollën e Mesme Teknike Komunale Gostivar. Mirëmëngjes, mirë se na erdhët. Mirë gjetën, faleminderit për ftesën. Vlasim pak më shumë për peripecit, si është kjo periudhë fillimisht për juve, sepse është edhe periudha kur fillojnë regjistrimet e shkollave fillore, po edhe përfundon viti, si po kalon kjo pjesë? Kjo pjesë është, domethënë, si fillimi i vitit shkollor, ashtu edhe përfundimi i vitit shkollor, angazhimet që janë më të mëdha, kështu që ne, domethënë, mundohemi të bëjmë atë finalen për përfundimin e maturantëve, kështu që njëkohësisht edhe bëjmë përgatitjet për regjistrimin e vitit të ardhshëm shkollor, kështu që me të vërtetë në këtë kohë jemi të angazhuar jashtëzakonisht me punë dhe përkushtim që çdo gjë të përfundojë ashtu si duhet. Në fakt është periudhë stresuese edhe për nxënësit, sepse edhe me profesoreshën Merita bisedonim këtë çështje, janë edhe testet e maturës, kështu që është një periudhë e ngarkuar. Po, maturantët, domethënë, këtë javë festojnë përfundimin e një ciklit shkollor dhe gjithashtu i pret edhe matura, domethënë provimet e maturave, kështu që mendoj se çdo gjë shkon ashtu si duhet, me ndihmën e gjithë stafit teknik dhe nënkuptohet prindit për krahje dhe kështu që nxënësit i krijnë ato obligimet dhe janë të gatshëm për çdo gjë sfidë që i pret ata. Dhe ju dëshirojmë suksese në çdo aspekt dhe ju urojmë përfundim të këtij vitit dhe urime matura që festojnë çdo ditë e kështu me radhë. Po, në fakt, urimet prej tash nga ne këtu e pastaj do i keni edhe maturën shtetërore. Do flasim pak më shumë për peripecit me cilat po përballen shkollat e mesme profesionale. Në fakt, ne shumë shpesh kemi diskutuar për mungesë të teksteve, librave, a vazhdon të jenë këto mungesa? Për fat të keq të shkollat e mesme profesionale, sa i përket teksteve shkollore, domethënë, mbi një dekadë gjysmë, domethënë diku ka 2010 nëse zgaboj, ka filluar domethënë përgatitje e teksteve falas nga ana e ministrisë. Sot e këtë ditë ne si shkollë mesme profesionale përsëri hasemi me mungesë të madhe të teksteve shkollore, edhe pse në platformën që Ministria e Arsimit në atë kuptimin në digitalizimi i teksteve shkollore është domethënë e hapur e përgatitur, mirë po nëse him ati, shiqojmë, shletojmë shumë mungesë të madhe të teksteve për shkollat e mesme profesionale, flasim domethënë për lëndë profesionale sot e kësaj dite. Është një mungesë e madhe, vështirësi për shkak se cilësia e arsimit në këtë kohë, domethënë pa libër, qoftë digital, qoftë e shkruar, është një pengesë e madhe, kështu që nxënësit që përfundojnë një cikëll të vitit shkollor, shkollat e mesme, domethënë ngelin edhe sot e kësaj dite pa tekste shkollore. Po, në fakt, shkollat profesionale janë ato që supozohet të japin njohuri specifike, më të le të themi të përcaktuara në një fushë, edhe mungesa e teksteve sapo e vështirëson punën në këtë drejtim, sepse nuk bëhet fjalë për lëndë të përgjithshme, por për lëndë shumë specifike. E vështirëson, po e marrëm në për shembull se nxënësit në një lëndë duhet të aftësohet tash me reforma që ndodhin në arsim, në teknologjinë që me një shpejtësi jashtëzakonisht të madhe. Çdo industri sot ka investuar në teknologji të automatizuar dhe në shumë pajisje të ndryshme, kështu që nxënësit për me realizuar një ushtrim, një projekt detyrë pa me pas një tekst shumë vështire ka, domethënë, të arrijë të realizon një qark elektronik, një pajisje me projektuar, për shkak se i duhet, domethënë, skemën të shohet, të bëjë tabela të ndryshme, maqe, kështu me radhë. Teoria është diçka tjetër, mirë po mungesa e teksteve e vështirëson, domethënë, aftësimin e tij cilësor dhe të përgatitet për tregun e punës, për shkak se libri është ndryshe. Ati e shef skemën, e lexon skemën, i shef elementet dhe bën analizë e eksperimente. Kështu që me të vërtetë ka vështirësi sot në këtë kohë kur teknologjia është jashtëzakonisht e zhvilluar dhe nuk ka industri pa një teknologji të përsosur, të automatizuar, kështu që nxënësit pa tekste kanë me të vërtetë edhe ne si mësimdhënës e kemi shumë të vështirë me e përcjell ato aftësi njohuri që duhet një nxënësi në shkollat e mesme profesionale.
Po si po ja bëni? Si po gjinden profesorët? Profesorët për fat keq, dhe më thonë, mundohen me mish e me shpirt që ose të marrin tekste të nga jashtë, të përkthejnë dhe të shpërndajnë nxënësve në mënyrë elektronike përmes përkthimeve të ndryshme, përgatitje të cilat i kanë vetë mësimdhënësit, mirë po nuk është ajo zgjidhje për shkak se edhe unë jam vetë ligjërues i lëndëve të elektronikës, hasi në vështirësi për shkak se kur hi në orë mësimore, nxënësit domethënë kanë mungesë të madhe të librave, të themi për fat keq vetëm një fletore ku ato marrin shënime të cilat unë i përcjell ke ato, kështu që mundona të bëjmë përkthimin, të japim shënime, të japim udhëzime, linqe të ndryshme nëpër internet të gjejnë tekstet për njësinë mësimore, po përsëri është ajo një mungesë e madhe në aftësimin e tij për një lëndë, një temë konkrete. Përmendët pak qarqet elektrike, për mua janë pak të huaja, sepse unë s'jam me drejtimit, mirë po për ta bërë më qartë për publikun, cila drejtime i mundson në shkolla e mesme teknike Gostivar? Shkolla e mesme teknike Gostivar është një ndër shkollat që ndjek trendet zhvillimit dhe çdo vit ne po hapim mundsojmë drejtime të reja, duke filluar nga elektroteknika, maqeneria, shërbimet personale, tekstil dhe lëkur, ndërtimtari, gjeodezi dhe kemi futur edhe grafikun. Këto janë drejtime, mirë për në kuadër të këtire 6 drejtimeve ekzistojnë shumë profile arsimare. Për shembull në elektroteknik mund të thekej se kemi 4 profile, radiatën 5, një është 3 vjeçar dhe 4 janë 4 vjeçar, duke filluar nga teknik kompjuterike automatik, elektronik telekomunikacion, teknik energjetikës, teknik mekatronikës industriale dhe 3 vjeçare kemi një elektromontues i rrjetave elektroenergjetike. Ndërsa në drejtimet tjera, teknik maqenerisë, saldues automekanik, në shërbime personale kemi teknik i përkujdes bukurisë dhe kozmetikës, grafike kemi redaktor i dizajnit, kemi teknik për përpunimin e veshjeve dhe ndërtimtari gjeodezi kemi një profil të kombinuar, teknik i arkitekturës dhe ndërtimtarisë është, domethënë jashtëzakonisht në shkollën tonë kanë mundësi nxënësit të zgjidhin profile të ndryshme dhe të aftësohen për tregun e punës. Për shkak se po flasim në drejtim të peripecive, a shfaqet problem arsimi dual, apo ajo edhe momenti që nxënësit duhet marrin edhe praktikën, ose nuk është problem në shkollën tuaj? Reforma që bën në arsimin e mesëm në Maqedoni, sa i përket arsimit mesëm profesional, arsimi dual ose difish, që është një arsim ku nxënësit domethënë janë të obliguar pjesën teorike ta kryejnë në shkollë, ndërsa pjesën praktike në kompani. Domethënë domosdoshme është pjesa praktike të realizohet në kompani. Në përgjithësi, nëse flasim në Maqedoni, arsimi dual për mua konkretisht për shkak se jam mbi 10 vjet i angazhuar në pjesën praktike dhe në bashkëpunimin ose ndërlidhjen e shkollave të mesme me kompanitë, nuk duhet të jetë në këtë formë, por duhet në një formë tjetër. E vetmi shtet, domethënë qoftë këtu në Ballkan, përreth që kemi shtetet parafort, mënyra e tillë e arsimit dual nuk është, për shkak se në perëndim ose në shtetet që na ish Jugosllavisë, arsimi dual është pak më ndryshe. Të themi më konkretisht, nxënësit kur përfundojnë në 8 vjeçarën, ato paraprakisht domethënë në klasën e 8 ose 9, duhet të gjejnë kompanitë, të interesohen për çka kanë ato aftësi, ku duhet të orientohet, çfarë plani kanë 10 vjeçar, të lidhin një kontratë të themi me kompanitë, edhe pastaj kur regjistrohen me atë kontratë të japin dokumentacionin gjatë regjistrimit se ka gjetë kompaninë ku do realizon mësimin praktik dual. Tash me ligjin e ri që është votuar në parlament, domethënë për arsimin mesëm profesional, do të vështirësohet edhe më tepër realizimi. Pse? Kompanitë nuk janë në përgjithësi, flasim, kemi kompani që janë jashtëzakonisht të përgatitur, për shkak se ne kemi përvojë, nuk janë të përgatitur tash domethënë të bëjnë edhe pagesën e nxënësve kur shkojnë në mësimin praktik, për shkak se me ligj dikun të mos gabojë 10, vitin e ditë nxënësit duhet paguhen 10% të rrogës mesatare duhet paguhen për ditët që shkon praktik,
vitin e 3 15, vitin e 4 më duket 20, kështu që kompanitë nuk janë të përgatitur në atë drejtim, edhe pse arsimi dual është jashtëzakonisht për mua i mirë, por duhet pak më ndryshe të punohet, të angazhohen gjithë safet, ne si shkollë ja arrim. Ja arrini më rëndësi. Po, me çfarë, cilat janë ato peripeci tjera, cilat ndoshta po gjinden në shkollat profesionale, ose përveç këtyre dyjave jemi në rregull? Shohim për shembull mungesë të profesorëve, mungesë të nxënësve, a ka luajtur rol migrimi? Rol ka luajtur, mirë po në shkollën tonë profesionale me investime, domethënë që janë bërë dhe që bëhen, ne nuk kemi pasur vështirësinë edhe nuk kemi vrejt atë largimin e nxënësve, për ndryshe kene është rritur numrin 4 vitet e fundit, diku mbi 1050 nxënës, domethënë momentalisht kemi dhe nuk do të thosë se janë larguar nxënësit, ka nxënës, por duhet punë, duhet investime, duhet kushte, duhet pajisje moderne dhe të ndjekin reformë, të ndjekin tregu çka kërkon, jo vetëm të hapen drejtime të ndryshme, dhe mungesa e kuadrit është vrehet në kohën e fundit, posaçërisht ke paralel me mësim në gjuhë shqipe, arsiet janë të shumta, duhet punohet në këtë drejtim që në të ardhmen të sigurohen kuadër kualitativ dhe adekuat për çdo profil arsimor. Sa punohet në këtë drejtim, për fat keq në drejtimet e elektroteknikës, maqerisë, ndërtimtarisë, zetarisë dhe shumë profilet drejtime tjera profesionale, mungojnë universitete, mungojnë fakultete që i përfshin këto drejtime, të cilët do të përgatiten kuadër arsimor qoftë për tregun e punës së industrinë, qoftë për institucione shtetërore që kanë të bëjnë me këto veprimtari, qoftë për arsim. Dikun ka 2030 unë shoh një problem jashtëzakonisht madh për shkak se kuadri që është momentalisht i angazhuar në lëndë profesionale të këtyre drejtime po shkon pension, një ndër të, domethënë pas 4 vite jam edhe unë që do të shkoj dhe mbi 12 profesor në shkollën mesme teknike dhe shumë shkolla tjera për shkak se jemi në komunikim do të ikin në pension dhe shtrohet pyetje e madhe kush do të na zëvendëson. Pse nuk ka mungesë? Për shkak se ne kemi nxënës jashtëzakonisht mirë në gjitha drejtimet, mirë po problemi është se ku të vazhdojnë ato pas shkollës mesme, për shembull në elektroteknik, nëse ka përfunduar elektronik dhe telekomunikacion, ai nxënës nuk ka mundësi të vazhdon të njëjtin profil për shkak se në gjuhë shqipe flasim, në gjuhë maqedone në UKIM shkon një numër i caktuar, edhe ato nxënës i merr kompanitë për shembull EVN, MEPSO, Telekom etj. Ndërsa për në arsim do paraqitet problem jashtëzakonisht madh, po e them, edhe ndoshta do të jemi shëndoshë mirë dhe ta bisedojmë në 2030. Unë do kisha bërë apel që gjitha universitetet që janë momentalisht Nën Tereza, Shtetëror Tetovës dhe Universiteti i Evropës Juglindore të bashkojnë forcat dhe të hartojnë plan programe dhe të sigurojnë numër të caktuar të doktor profesorë të këtyre lëmive që të mund të bëjnë verifikimin e këtyre profileve. Ashtu që pas 4 viteve mos hasim me vështirësi në aspektin e kuadrit dhe kështu me radhë. Në fakt, ne fatkeqësisht edhe pse këtu është një temë shumë e gjerë për të biseduar dhe do kemi ndoshta edhe mundësinë të ardhmen sërish të ulemi dhe të flasim me shpresën që të flasim për aspekte pozitive dhe jo për mungesë të kuadrit. Du di, keni ndonjë mesazh, diçka që doni ta bartni deri te shikuesit tonë, ndoshta nxënësit që nuk dinë ende ku të regjistrohen për shkollën, sepse jemi drejt fundit fatkeqësisht. Po, domethënë mesazhi im do të ishte që semi-maturantët që përfundojnë shkollën e fillore të mendojnë mirë se ku pas përfundimit të vitit shkollor, në cilën shkollë, a do të zgjedhin shkollën e mesme profesionale apo gjimnazin. Ato që kanë prirje në matematikë, fizik, biologji dhe lëndë të tjera, domethënë në përgjithësi që janë të shkëlqyeshëm superior, do kisha propozuar që të zgjedhin gjimnazin, mirë po ato nxënës të cilët dëshirojnë që të punësohen
pas më shpejt dhe të jenë të kërkueshëm për tregun e punës dhe nuk do thot vetëm të përfundojnë edhe të punësojnë, po edhe të vazhdojnë në mëtej shkollimin, do i kisha ju sugjeruar që të zgjidhin shkollën mesme profesionale për shkak se ka përparësi. Sot është, do të thonë, një moment, një kohë ku ne duhet sa më shpejt të punësoni, të sigurojmë të ardhurat tona dhe të ngritim në mënyrë profesionale, për shkak se industria sot ka teknologji jashtëzakonisht të mirë, por duhet dikush të punon me ato, për shkak se një shtet, një sistem që tjetë i zhvilluar pa arsim të mesëm profesional nuk mund tjetë, do thonë nuk mund të prandaj, ju kisha sugjeruar të gjithë ata që kanë prirje për ndonjë zanat, profil të orientohen në shkollat mesme profesionale, për shkak se tregu, industria, shteti për të zhvilluar duhet kuadër. Faleminderit shumë. Ju falenderit edhe juve.